Brother, you returned. I'm here, brother. Për më shumë se 25 vite me radhë, jeta e Arbenit në Munich të Gjermanisë duke e përkryer në sytë të tjerëve. Ai kishte ndërtuar një biznes të suksesshëm, kishte një familje të mrekullueshme dhe jetonte në luks. Por, pas asaj buzëqeshje të kuruar dhe kostumeve të shtrenjta, fshihej një shpirt i thyrë në mira pjesë. Çdo natë, kur dritat e qytetit të madh gjerman fikeshin, Arbenin e përndishte i njëjti makth. Ai shihte vitin 1999. Shihte tym, dëgjonte krisma dhe dëgjonte zërin e vëllait të tij të vogël i lirit, vetëm 18 vjeç, i cili bërtiste. I ka Arben shpëto mos u kthe pas. Kjo ishte fjala e fundit që kishte dëgjuar prej tij përpara se nata ta glatiste i lirin përgjithmonë në tmerrin e luftës së Kosovës. Prindërit e tyre kishin ikur nga kjo botë disa vite më parë me një dhimbje që asnjë sëmundje nuk ua shpjegonte dot. Ata nuk vdishen nga pleqëria, ata vdishen nga malli dhe nga pengu i tmerrshëm që nuk arritën dot kurrë t'i gjenin qoftë edhe një gjurmë vëllai të vogël. Në shtratën e vdekjes, ëma e kishte kapur Arbenin nga dora, me lotët që i rridhnin mbi rrudha dhe i kishte përshpëritur me zërin që i dridhej: "Bir, mos na lini pa një varku të na ndizni një qiri." Gjeje i lirin, na i sill eshtrat e tij pranë nesh, që shpirtrat tanë të gjejnë qetësi në botën tjetër. Ky nuk ishte thjesht një premtim, ishte një amanet i rënd sa vetë malet që Arbeni e mbante mbi supë çdo ditë të jetës së tij. Kur erdhi vera e këtij viti, Arbeni nuk mundi më të duronte. Ai mbylli telefonat, anuloi të gjitha takimet e biznesit dhe i tha bashkëshortes së tij se duhej të kthehej në Kosovë. Jo për pushime, jo për të parë të afërmit, por për të përmbushur amanetin. Ai kishte shpenzuar mijëra euro duke punësuar detektiv privat, duke hapur arkiva të vjetra ushtarake dhe duke biseduar me ish shok të luftës, derisa një ditë një letër anonime mbërriti në postën e tij. Letra përmbante vetëm pak rreshta të shkruar me dorë, ku thuhej: "Nëse kërkon eshtrat e Ilirit, mos kërkon nëpër varreza masive. Shko në fshatrat e thella të braktisura rreth bjeshkëve të Nemuna. Aty ku lufta mbaroi e fundit, aty prehet edhe sekreti i tij." Me këtë letër që i dishte në xhep si zjarri i gjallë, Arbeni zbriti në aeroportin e Prishtinës. Kur doli në tokën e atdheut, ajri i ngrohtë i vendlindjes ju duki rënd, i mbushur me kujtime. Ai mori një makinë dhe u nis me njëherë drejt zonës malore, pa humbur asnjë sekondë. Ndërsa makina linte pas qytetet moderne dhe fshatrat e rindërtuar, peizazhi filloi të ndryshonte. Rruga u bë ngushtë, me gropa dhe e mbuluar nga pluhuri. Malet e larta dhe të egra filluan të ngriheshin para tij si gjigant guri që fshinin të vërteta të tmerrshme. Arbeni ndaloi makinën në fshatin e fundit, ku kishte rrugë të asfaltuar. Ishte një vend pothuajse krejtësisht i braktisur, ku kishin mbetur vetëm pak pleqë. Kur ai zbriti nga makina, i veshur me rroba të reja, por me një fytyrë të lodhur nga unaza e lotëve, të gjithë e pan me dyshim. Ai ngjori një fotografi të vjetër të Ilirit, të zbardhur nga koha, ku vëllai i tij shihej duke buzëqeshur me uniformë dhe filloi të u pyeste pleshëve të fshatit nëse mbanin mend diçka nga ato ditë të errëta të vitit 99. Por reagimi i tyre nuk ishte ai që Arbeni priste. Në vend të informacioneve për ndonjë varr të humbur, pleshë sapo shihnin fotografinë dhe dëgjonin emrin, u eshnin, uosnin kokën dhe largoheshin sikur të kishin parë një fantazmë. Një frikë e çuditshme dhe e lashtë rinte pezull mbi atë fshat, dhe Arbeni e kuptoi se kërkimi i tij nuk do të ishte thjesht një gërmim në tokë për të gjetur eshtra, por një përballje me një mister që askush nuk guxonte ta përmendte me zë të lartë. Heshtja e pleqëve të fshatit nuk e prapsoi Arbenin. Përkundrazi, ai refuzimi prerë për të folur vetëm sa ia shtoi bindjen se ishte në rrugën e duhur. Kur nata filloi të binte mbi fshat, njëri nga banorët e pakt, një plak me sy të përlotur që dikur kishte qenë pjesë e rrethit të luftës, e kapi Arbenin nga krahu në fshesi. Ai e tërhoqi mënjan, pas një xhamie të vjetër të djegur gjysmë të rindërtuar, dhe i përshpëriti me një zë pothuajse të padëgjueshëm: "Djalosh, nëse jeta të dhimbset, mos shko më lart në ato bjeshk. Atje lart, ku mjegulla nuk ikën kurrë, nuk ka mbetur asgjë përveç mallkimit të luftës. Atje jeton një hije, një njeri i egër me mjekër të gjatë që nuk flet me asnjë të gjallë. Disa thonë se është i çmendur, disa thonë se është një ushtar i mbetur që mbron pyet nga frika e armikut, por kushdo që i është afruar kasollës së tij, nuk është kthyer më njësoj. Mos kërko eshtra aty ku vdekja është ende gjallë." Por për Arbenin, këto fjalë nuk ishin një paralajmërim rreziku, ishin një dritë shprese. Në mendjen e tij lindi një dyshim i çmendur, një mendim që nuk e linte të merrte frym, po sikur atje lart të mos ishin eshtrat, po sikur atje lart të fshihej diçka tjetër. Të nesër në agim, kur rrezet e para të diellit ende nuk kishin prekur majat e mprehta të bjeshkëve të Nemuna, Arbeni nisi ngjitjen. Ai la pas makinën dhe çdo komoditë tjetër, duke marrë me vete vetëm një çantë shpine me pak ujë, një elektrik dore dhe fotografinë e vjetër të vëllait të tij, Ilirit.
Rruga ishte një sfidë e vërtetë e natyrës. Shtigjet ishin të ngushta, të mbuluara nga gurë të mpret dhe shkure të dendura që dukej sikur donin ta ndalonin me forcë. Sa më lart ngjitej, aq më shumë fshati zhdukej pas shpinës së tij, derisa humbi plotësisht. Rreth tij kishte vetëm një pyll të dendur ahu dhe pishash, ku drita e diellit mezi depërtonte, duke krijuar dritije të frikshme mbi tokën e mbuluar me gjethe të thata. Pas 5 orësh ecjeje të pandërprer, moti në bjeshk tregoi fytyrën e tij të vërtetë dhe të egër. Qielli u nxif saktësisht brenda pak minutave dhe një stujë e tmerrshme filloi të tërbohej mbi mal. Era frynte me aq fuqi sa thyente degët e pemëve, ndërsa një shi i akullt i përzier me breshër filloi t'ia ngrijë gjakun Arbenit. Mjegulla e dendur dhe e bardhëra si një velo e trash mbi pyll, duke ja bërë të pamundur të shite qoftë edhe 2 hapa para vetes. Arbeni humbi shtegun. Ai filloi të bërtiste për ndihmë, por zëri i tij glatitej nga ulërima e erës. I lodhur, i lagur deri në palc dhe me gjymtyrët që po i mpiheshin nga i ftohti ekstrem, Arbeni u rrëzua pranë një shkëmbi të madh. Ai ndjeu se forcat po e lënin. Në atë moment vetmi absolute, i bindur se do të ngrinte dhe do të vdiste në atë mal saktësisht siç kishte menduar se kishte vdekur i vëllai, ai shtrëngoi fotografinë e Ilirit pas gjoksit dhe mbylli syt. Pikërisht atëherë, kur gjithçka po shkonte drejt errësirës, përmes zhurmës së stuhisë u dëgjua kërcitja e degëve të thata. Një hije e madhe, e veshur me një gëzof të errët dhe të vjetër ushtarak, u shfaq përmes mjegullës. Arbeni mezi mundi t'i hapte syt. Ai pa vetëm 2 sy të egër që shkëlqenin errësirë dhe një mjekër të gjatë të thinjur. Përpara se të humbiste ndjenja plotësisht, Arbeni ndjeu 2 duar të fuqishme dhe të ashpra që e kapën nga rrobat dhe filluan ta tërheqin zvarë përmes stuhisë drejt një destinacioni të panjohur. Kur Arbeni hapi syt, gjëja e parë që ndjeu ishte nxehtësia e një zjarri që kërciste diku pranë tij dhe era e fortë e pishës së djegur. Ai nuk ishte më jashtë në të ftohtë. Ndodhej brenda një kasolleje të vjetër prej guri, të ndërtuar me more të trashë që mbronin nga stuhia që ende dëgjohej duke u lëritur jashtë. Tavani ishte i ulët, i bërë me trare druri të nxirr nga tymi dhe i gjithë ambienti ishte i zhytur në drithije dramatike. Arbeni u përpoq të ngrihej, por trupi i tij ishte ende i mpirë dhe i pafuqishëm. Në cepin tjetër të dhomës, i ulur mbi një trung druri qëndronte ai, njeriu i mistershëm i maleve. Ai po mprete një thik të vjetër mbi një gur me lëvizje të ngadalta dhe mekanike. Ishte i veshur me të njëjtën rrobë ushtarake të grisur dhe të zbardhur nga koha, saktësisht si ato që përdoreshin gjatë luftës së vitit 1999. Mjekra e tij e gjatë, e thinjur dhe flokët e pakrehur i mbulonin pjesën më të madhe të fytyrës, por sytë e tij ishin të gjallë, të egër dhe plot dëshpërim. Arbeni mori frym thellë dhe u kollit. Burri ndaloi menjëherë lëvizjen e thikës. Pa thënë asnjë fjalë, ai u ngrit, mori një filxhan balte të mbushur me një çaj të nxehtë malesh dhe u afrua drejt Arbenit. Kur zgjati dorën e tij të ashpër dhe të qarë nga të ftohtë për t'i dhënë filxhanin, drita e zjarrit ndriçoi plotësisht parakrahun e tij të zhveshur. Në atë moment, Arbenit sikur i ndaloi zemra. Gjaku i nriu në vena. Mbi lëkurën e atij burri, saktësisht mbi kyçin e dorës së majt, dallohej qartë një shenjë e madhe djegjeje në formë kryqi. Ishte një shenjë e vjetër, që Arbeni e njihte më mirë se çdo gjë tjetër në këtë botë. Ishte shenja që vëllai i tij i vogël, Iliri, kishte marrë kur ishte vetëm 7 vjeç, duke luajtur pranë sobës së vjetër të shtëpisë së tyre. Filxhani i baltës i ra nga dora e Arbenit dhe u thye në 10 pjesë mbi 2 shemen prej dheu. Lotët shpërthyen menjëherë nga sytë e tij, duke ia mjegulluar shikimin. Ai e kapi burrin nga rrobat ushtarake me të gjitha forcat që i kishin mbetur dhe bërtiti me një zë që doli nga thellësia e shpirtit të tij të thyer. Ilir, je ti? O Zoti i madh, ti je gjallë. Ilir, vëllai im. Burri u zmbrap sikur ta kishte goditur rufeja. Fytyra e tij u transformua nga një tmerr i papërshkrueshëm. Ai e shtyu Arbenin me forcë, mori një pushk të vjetër që qëndronte e mbështetur pas murit dhe ja drejtoi atij me duar që i dridheshin si asnjëherë më parë. Sytë e tij të egër u mbushën me lot, por zëri i tij doli ngjyrur, i tmerruar dhe plot urrëtie ndaj vetvetes. Largohu. Unë nuk jam Iliri. Unë nuk jam askush. Iliri ka vdekur kaq vite më parë në ato fusha me gjak. Unë jam Agroni, unë jam thjesht një hije e këtij mali. Ik nga këtu përpara se të vras. Arbeni qëndronte në gjunjë midis copave të thyera të filxhanit, duke parë tytën e armës që i drejtohej. Por ai nuk kishte më frikë. Ai e dinte se nuk po shihte eshtat e vëllait të tij, por po shihte vetë vëllain e tij, të varrosur për së gjalli në atë kasolle të harruar nga bota, tyta e pushkës që dridhej në duart e Ilirit, shndroi e drejtuar nga Arbeni për disa minuta që u dukën si një amshim. Jashtë, stuhia vazhdonte të përplasej pas mureve të gurt, sikur donte të shkatërronte edhe atë stre të fundit sekret. Arbeni nuk lëvizi.
Ai thjesht të shitet të vëllan në sy, jo me frikë, por me një mall dhe dhimbje që asnjë fjalë nuk mund ta përshkruante. Ai hapi ngadalë çantën, nxori fotografinë e vjetër e të zverdhur të Ilirit 18 vjeçar dhe e vendosi për tokë, midis tij dhe armës. Mund të më vrasësh, Ilir, tha Arbeni me zërin që i mbytej nga lotët, por kjo foto nuk gënjen. Kjo shenjë në dorën tënde nuk gënjen. Prindërit tanë vdishin duke thirrur emrin tënd. Unë erdha këtu për të gjetur eshtrat e tua, por Zoti më solli te ti. Pse Ilir? Pse na e bëre këtë? Pse u fshe nga ne? Kjo pyetje sikur e shpërtheu digën e fundit të mbrojtjes së Ilirit. Arma i rrëshiti nga duart dhe u përplas mbi dhunë me një zhurmë të mbytur. Burri i egër i maleve u shem në gjunjë, mbuloi fytyrën me ato duart e tij të ashpra dhe shpërtheu në një vajtim të tillë, që dukej se vinte nga rrethi më i errët i ferrit. Ishte vajtimi i një njeriu që kishte mbajtur një peshë të mbinatyrshme mbi shpirt për një çerek shekulli. Pasi u qetësua pakës, me sy të kuqe të mbytur në lotë, Iliri filloi të tregonte historinë e tij të errët, historinë që askush në Kosovë nuk e dinte. Në qershor të vitit 99, kur ju ikët, nisi të fliste Iliri me një zë që i merrej, unë nuk vdiqa në fushbeteje. U zura rob. Për muaj të tërë kalova tmerret që mendja e njeriut nuk duhet të imagjinoje. Pash shokët e mi të luftës, ata me të cilët ndaja kafshatën e fundit të bukës, duke u vrarë një nga një para syve të mi. Unë bjetova, por ajo që pash, ajo që dëgjova, ma mori mendjen për gjithmonë. Iliri mori një frymë të rëndë dhe hodhi vështrimin nga zjarri, sikur po shite sërish ato skena flakësh. Kur lufta mbaroi dhe unë arrita të shpëtoja, isha një njeri i thyer. Nuk kisha më shpirt, isha vetëm një kufom që merrte frymë. Kisha sulme paniku, bërtisja natën, shihja gjak kudo. Shoku im më i ngushtë, Agroni, vdish në krahët e mi duke më mbrojtur mua. Atëherë mora një vendim të tmerrshëm. Mendova për prindërit, mendova për ty, Arben. Nëse unë kthehesha në shtëpi në atë gjendje, si një i çmendur që nuk fliste do t'ju shkatërroja jetën. Ju do të vuani çdo ditë duke më parë mua ashtu. Kështu që vendosa të vdisja për botën. Mora dokumentet e Agronit të vdekur, erdha në këto male të thella ku nuk shkel këmbi i njeriut dhe ndërtova këtë kasole. Vendosa të dënoja veten, duke jetuar si një hije që ju të më kujtonit si një dëshmor të rije të pastër, dhe jo si një njeri të shkatëruar që do t'ju helmonte çdo ditë të jetës. Arbeni dëgjonte dhe ndjente se si çdo fjalë e Ilirit i shponte zemrën si thik. Ai kuptoi se vëllai i tij nuk i kishte braktisur nga mungesa e dashurisë, por nga një dashuri e sëmurë dhe ekstreme, e lindur nga traumat e tmerrshme të luftës. Rrëfimi i Ilirit la pas një heshtje të rëndë, por këtë herë nuk ishte një heshtje frike, ishte heshtja e një shpirti që sapo kishte nxjerr helmin që e mbante të burgosur për 25 vite. Arbeni u ngrit ngadalë në këmbë, bëri disa hapa drejt të vëllait dhe, pa thënë asnjë fjalë, e mbylli atë në një përqafim aq të fortë, sa dukej sikur donte t'i ngjiste të gjitha ato pjesë të thyrë të shpirtit të tij. Për herë të herë pas kaq shumë vitesh, Iliri nuk u zmbraps. Ai u mbështet mbi supin e të vëllait të madh dhe çau si një fëmijë i vogël që më në fund kishte gjetur rrugën për në shtëpi. Ilir, dëgjoj mirë, tha Arbeni duke e kapur nga supet dhe duke e parë drejtë në sy. Ti mendove se po na mbroje, por e vërteta është se pa ty, familja jon nuk ishte kurrë plot. Prindërit nuk vdishen nga turpi apo nga gjendja jote, ata vdishen sepse vendi yt në tryez ishte i zbrazët. Lufta ka mbaruar, Ilir. Armiku ka ikur. Është koha që edhe ti të vish në shtëpi. Plagët e tua nuk na trembin, ne do t'i kurojmë ato së bashku. Ajo natë kaloi me biseda të gjata pranë zjarrit që po e singuishet ngadalë. Arbeni i tregoi për Gjermaninë, për nipërit që nuk e njihnin xhaxhajin e tyre dëshmor dhe për jetën që e priste poshtë në fshat. Iliri fillimisht kishte frikë nga drita, frikë nga njerëzit, frikë nga vetë identiteti i tij i vjetër. Por dashuria dhe këmbëngulja e Arbenit ishin më të forta se çdo traumë. Të nesërmen në mëngjes, stuhia kishte pushuar plotësisht. Bjeshkët e Nemuna ishin zbardhur nga dëbora e parë, por një diell i ngrohtë dhe i shëndritshëm kishte lindur, duke ndriçuar majat e maleve. Iliri doli para kasollës, hodhi një vështrim të fundit mbi atë vend që kishte qenë burgu dhe shpëtimi i tij për një çerek shekulli, mori frymë thellë dhe bllokoi derën e gurtë përgjithmonë. Ata zbritën nga mali së bashku. Kur mbërritën në fshat, pleshtë që një ditë më parë kishin parë fotografinë me tmerr, mbetën pa fjalë. Kur pani Ilirin, ndonse të moshuar me flokë të thinjër e mjekër, por me të njëjtë sy, pleshtë hoshën qeleshet nga koka dhe filluan të qanin, duke kuptuar se një mrekulli kishte ndodhur në ato male. Disa ditë më vonë, pasi Iliri ishte qethur, rregulluar dhe kishte veshur rroba të reja, dy vëllezërit shkuan te varrezat e fshatit. Ata qëndruan para varreve të prindërve të tyre. Iliri u ush në gjunjë, preku mermerin e ftohtë dhe me lot në sy përshpëriti, nën babë u ktheva. Më fajni që vonova. Arbeni ndezën dy qirin mbi varë. Në atë moment,
Një erë lehtë dhe e ngrohtë fryu mbi Vareza, sikur shpirtrat e prindërve të kishin gjetur më në fund atë qetësi që u mungonte prej dekadash. Amaneti u përmbush, por jo me eshtra të ftohta, por me një jetë të rilindur. Iliri kishte vdekur si ushtar në male, por u kthye si vëlla, gati për të filluar një kapitull të ri.